17 jam diagnostifiku me kancerin e gjirit. Emri I kësaj smundje është shumë I madh, gjithmonë asocion me vdekjen, edhe sot fatkeqësisht. Mirë po njeriu në disa raste ka mundësi edhe të shërimit me mënyrat e reja edhe mendoj unë me besim në vetvete. Besimi në Zot është I pakontestueshëm për arritjen e kësaj, për ballafaqimin me këtë sfidë. Unë mendoj për shëndetin mental edhe për shëndetin fizik gjithashtu. Mendoj që ka të bëj shumë, megjithse edhe mjekësia e ka dorën e vet, fatmirësisht. Po, Ylka, na e diskutum paraprakisht kur pim kafe bashk për ecurin edhe mu dok shumë interesante dhe shpresoj me qenë shumë shpresdhënëse për krejt gratë edhe vajzat e cilat na shikojnë. Qysh ken ato shenjat e para që të bon ty me shku te mjeku? Faktikisht unë përveç lodhjes së tepërt, nuk është se kam pas ndonjë simptom tjetër. E kam diktu vetë në gjatë pastrimit të trupit një gjandër shumë të vogël, sa me thënë madhësinë e një vezet plumbit, edhe kjo më ka ba me dyshu që kam nevojë për një kontroll, megjithse nuk ju kisha thonë njerëzve me prit veç kur kanë simptomet ose diçka të prekshme. Ju kisha thonë gjithmonë, sidomos gjatë muajit tetor, që është në fokus kanceri I gjirit, që është faktikisht edhe më I shpërndarë në botë, te femrat zakonisht, edhe pse ka edhe te meshkujt, me bo kontrollet rregullta, sepse unë kur e kam vrejt, do me thënë e kam anashkalu pak a shumë, sepse kanceri e komendu si një gjë që të smur, të len shtrit, ka dhimbje, ka, do me thënë, shumë të rëndë, ndërsa unë kom qenë shumë gjendje të mirë, nuk kom pas as dhimbje, as diçka tjetër që me dyshu që është kancer, përveç asaj gjandrës në gji. Mandej, Ylka, ti ke jetu dhe vazhdon me jetu një pjesë të madhe të kohës në Londër. Po. Edhe vizitat e tua kanë fillu atje, apo? Faktikisht ka qenë muaj fundi majit, fillimi I qershorit, kur unë kam gjetë gjandrën, edhe kam bisedu me mjekën time, që kam atje me mjekën familjare, ja kam tregu shqetësimin tim, edhe më ka thonë, okej, mund ta bëjmë një takim me Royal Marsden, është instituti për kancerin e femrave, themelum prej mbretëreshës Elizabeta II. Vetëm për femra është? Po, vetëm për kanceret e femrave, Royal Marsden, në Londër, në zonën perëndimore të Londrës, edhe më ka thonë që merr kohë 10 deri në 2 javë. Unë se shqiptare e Kosovës, kam thonë jo, nuk kam mundësi me prita gjatë se kam biletën për me udhëtu për Prishtinë. Edhe më ka thonë, okej, nëse më premton që do të kontrollohesh atje në Kosovë.